Universiteti i Vlorës Ismail Qemali nëpërmjet ndërkombëtarizimit dhe bashkëpunimit me akademik dhe universitete në Europë synon të sjellë sa më shumë projekte për zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit bregdetar të Vlorës. Nën kujdesin e veçantë të rektores Aurela Saliaj, Universiteti i Vlorës nuk ofron vetëm akademizëm dhe student të aftë për tregun e punës, por edhe mënyra inovative për zhvillimin e qytetit të Vlorës përmes projekteve dhe ekspertizës më të mirë ndërkombëtare. Në këtë kuadër u zhvilluar gjatë kësaj të mërkure konferenca e dytë e Vlora Smart City dhe Smart Port për promovimin, edukimin dhe identifikimin e nevojave në sektorin detar shqiptar dhe jo vetëm. Konferenca ndërkombëtare për Vlorën si një qytet inteligjent është një sipërmarrje e përbashkët e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, Universitetit Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë, mbështetur nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme. Nga ky projekt përfituese është në mënyrë të drejtë për drejtë Bashkia e Vlorës. Qëllimi është perspektiva e ardhshme për menaxhimin e trafikut, ndotjes së mjedisit detar, ujë të pishëm e të tjerë. Pjesë e aktivitetit ndërkombëtar, mbajtur gjatë kësaj të mërkure në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, ishin përfaqësues të Universitetit Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë, Universitetit të Podgoricës në Malin e Zi, Bashkisë së Vlorës dhe Bashkisë Elbasanit. Koordinatori i projektit për Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Kristofor Lapa, flet për këtë projekt të rëndësishëm. Është e vërtetë, ne kemi shumë vite që kemi implementuar një sër projektesh të kryesisht Bashkimit Evropian, që në vitin 2014 kemi nisur një projekt me NTNU, Universiteti për Shkencën dhe Teknologjinë në Aalesund të Norvegjisë. Pikërisht sot ne zhvillojmë konferencën e dytë në bashkëpunim me këtë universitet. Ky projekt synon krijimin e asaj që ne quajmë Vlora Smart City, njëkohësisht edhe Smart Port, e cila synon në krijimin e një platforme të natyrës digjitale për të dhënë si thua perspektivat e ardhshme që mund të bëhet në një menaxhim më të mirë të shumë elementeve që varet kryesisht nga të dhënat që disponon bashkia, si për shembull trafiku, ndotja e mjedisit detar, lëvizja gjatë kohës së sezonit të verës, cilësia e ujit të pishëm, ndërtimet infrastrukturale dhe tjera. Përveç saj ne kemi ftuar në këtë takim kemi ftuar edhe Bashkinë e Elbasanit, që është bashkia si thua e promovuar për zero emetimit të karbonit në vitin 2030. Kemi ftuar gjithashtu Universitetin e Malit të Zi, që Podgorica është një nga qytetet që është parashikuar që edhe ajo në 2030 të ketë një njëjtën situatë. Dhe vetë Bashkinë e Vlorës, e cila kemi përfshirë në këtë projekt, sepse ne synojmë që krijimi i kësaj platforme të shërbejë jo vetëm për universitetin, por të shërbejë për komunitetin e gjerë të Vlorës. Por çfarë përfiton Vlora nga projekti Smart City Smart Port? Profesor Kristofor Lapa thotë se do të shikohet efektiviteti i investimeve të bashkisë, investime të cilat përpara se të aplikohen duhet të jenë të mirë studiuara dhe mirë planifikuara. Fiton që të gjitha investimet e bashkisë, të cilat jo të bëhen realisht dhe pastaj të shikohet nëse janë ato efektive ose jo, por fillimisht të simulohen, të ndërtohen ato platforma, të shikohet se si janë të flukset e të gjitha elementeve që përmenda më parë, dhe pastaj të shigurohet më mirë që investimi që të bëhet i mirë studiuar dhe mirë planifikuar. Digitalizimi i fushës detare, zhvillimi i qytetit të Vlorës, nxjerrja e të dhënave demografike, cilësia e ajrit, uji të pishëm, energjisë elektrike, zhvillimi i qytetit e të tjerë janë në fokus të këtij projekti të rëndësishëm. Me këtë konferencë ndërkombëtare shpresohet përfitimi të kuptuarit të porteve dhe qyteteve dhe se si ato mund të zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme në të ardhmen, ndërsa Vlora po projektohet kështu si qyteti inteligjent në planifikimin urban dhe jo vetëm, dhe një rol të rëndësishëm për këtë po e bën Universiteti i Vlorës Ismail Qemali për të sjellë ekspertizën më të mirë ndërkombëtare në qytetin bregdetar, me qëllim zhvillimin e tij si një qytet inteligjent.